Për më shumë se një dekadë, Gjermania ka qenë vendi i shpresës për mijëra shqiptarë që kërkonin punë, siguri dhe një të ardhme më të mirë. Por në vitin 2025 ky raport po hyn në një fazë reflektimi. Rritja kostove të jetesës, shtrëngimi i politikave të migracionit dhe vështirësitë e integrimit po vënë në pikpyetje besimin e verbër në Gjermaninë si shpëtim. Për herë të parë, pyetja që shtrohet seriozisht është: a ja vlen më? Ligji i ri gjerman për emigracionin e fuqisë punëtore zbatuar që nga viti 2024 ka riformatuar mënyrën se si mund të punosh në Gjermani. Sot vendi kërkon më shumë kualifikim, më shumë përvojë dhe më shumë dokumentacion. Të favorizuar janë profesionistët si mjek, infermier, inxhinier dhe teknik të certifikuar. Punëtorët e pakualifikuar, veçanërisht në ndërtim dhe shërbime, përballen me konkurrencë nga vende që kanë marrëveshje bilaterale të posaçme me Gjermaninë, si India, Filipinë dhe Gjeorgjia. Kualifikimet shqiptare shpesh nuk njihen automatikisht, duke kërkuar certifikime shtesë dhe kohë të gjatë për integrim në tregun formal të punës. Çmimet në Gjermani kanë kaluar në një prag kritik për emigrantët me të ardhura modeste. Qiraja për një apartament modest në qytete si Munich, Frankfurt apo Hamburg i kalon 1.200 euro në muaj, shpeshherë më shumë se sa paga mujore neto emigrantëve pa kualifikim. Çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve bazë janë rritur ndjeshëm si pasojë e inflacionit të lartë, krizave të furnizimit dhe efekteve të luftës në Ukrainë. Edhe pse paga minimale është rritur në 12.41 euro në orë në vitin 2024 dhe në 12.82 euro në orë në 2025, ajo nuk e kompenson rritjen reale të kostove. Balanca mes të ardhurave dhe shpenzimeve po bëhet gjithnjë më pafavorshme për shumë shqiptar, veçanërisht për ata që vinë vetëm, pa një rrjetë shoqëror ose me familje për të mbajtur. Integrimi në Gjermani nuk është më një proces linear. Paragjykimet e heshtura ndaj shqiptarëve ekzistojnë ende në sektorin e punësimit, qirave dhe sistemit arsimor. Proceset burokratike për dokumente, legalizim apo bashkim familjar janë të ngadalta dhe stresuese. Shumë emigrantë brezit të dytë që vinë pa ndihmë familjare ose lidhje në vend, përjetojnë një realitet të fortë izolimi dhe pasigurie psikologjike. Sipas të dhënave të instituteve në Berlin, emigrantë nga Ballkani Perëndimor shfaqin nivele më të larta depresioni dhe pasigurie ekonomike krahasuar me emigrantë nga vendet e BE-s. Sipas Zyrës Federale të Statistikave Gjermane, deri në fund të vitit 2024, 73.905 janë shtetës shqiptar me pasaportë shqiptare dhe 313.615 janë shtetas të Kosovës, me pasaportë të Kosovës. Por nëse përfshim dhe shqiptarët e naturalizuar dhe brezat e lindur në Gjermani, numri total i shqiptarëve në vendi afrohet 600.000 vetëve, një diasporë masive që sot ndodhet në udhkryq. Italia dhe Greqia po shfaqin lehtësime për emigrantët dhe kanë një kosto më të ulët jetese, por ofrojnë më pak stabilitet institucional. Zvicra dhe Austria janë atraktive, por më selektive dhe më të vështira për të aksesuar për shkak të gjuhës dhe politikave të rrepta. Shqipëria, paradoksalisht, po bëhet gjithnjë më konkurrueshme, me pagat që po rriten në turizëm, ndërtim dhe teknologji, me biznese që kërkojnë punonjës dhe migrantë të kthyer që krijojnë vetë punë. Në 2025, Gjermania nuk është më automatikisht përgjigja, por me profesionistët me certifikime dhe njohuri gjyqësore, ajo mbetet një derë e rëndësishme. Por për shumë të tjerë, është kthyer në një sfidë të shtrenjtë, të paqëndrueshme dhe shpesh zgënjyese.